se këta i menaxhojnë të dhënat. Për të shkuar pra kush drejton. Thashje që të punosh në aksh, jo në... Në aksh edhe drejtoresha dhe zëvendës drejtoresha janë të dyja të marra në hetim të akuzuar. Edhe një... Dhe në arrest shtëpie. Në arrest shtëpie, me mas sigurim. Edhe një person, pra një punës i shërbimit të teknologjisë informacionit në një ministri çdo vit, DSIK-ja duhet të lëshoj certifikat sigurie. Dhe nëse nga vëzhgimet që kryen rezulton që shërbimi nuk garanton apo ka dalë një dhënë që implikon në një gjë X, ky person nuk e merr certifikatën e sigurisë, automatikisht humbet vendin e punës. Tani ose do duhet mos e marrë, se kanë rezultuar të pajisur me certifikat sigurie dhe individ me probleme pastaj. Ose janë emëruar në vende me ndjeshmëri të lartë pa e patur certifikatën e sigurisë. Nuk është pasaport që jepet një herë e për gjithë jetën. Certifikata e sigurisë verifikohet rregullisht, sepse ti mund të jesh pajisur me certifikat sigurie dhe implikohesh në gjëra gjatë kësaj kohe apo të dalin të dhëna të reja me të cilat nuk ishte dijeni shërbimi e kështu me radhë. Pyetja është, ky grupi i njerëzve që është vënë në akuzë aktualisht nga prokuroria, a mbajnë dot certifikat sigurie? Nuk jam në gjendje të ja përgjigje kësaj pyetje, por derisa... A humbasin të drejtën pasi merren në akuzë? Pra, a humbasin të drejtën për të pajisur me certifikat sigurie? Them që po, në mënyrë pa diskutueshme. Këta sipërmarrësit që kanë pas menaxhu të dhëna dhe kanë ende kontratën e fuqi dhe që janë narrati. A vazhdojnë kontratat e tyre? Sepse ky është rreziku. A kanë akses, a vazhdojnë këto kompani që kanë marrë këto tendera të kenë drejt aksesi derisa të zgjidhin çështën penale, pavarësisht se prezumohen pafajshëm, po s'mund të menaxhojnë sistemet shtetërore me një akuzë të rëndë për vjedhje, korrupsione etj. Gjë që e dëmton vetë besueshmërinë e institucionit. Certifikata në mënyrë pa diskutueshme që duhet hiqet, por duhet t'ju ndërpritet çdo lloj komunikimi brenda me institucione ose me sistem. A mund të jetë kjo arsyeja që jemi në këtë situatë bllokimi për shkak të tyre? Jo. Shumë e vërtetë që tha mentori që edhe punojësit aty ka shumë rëndësi, pra është gjithë institucioni, sepse një detaj shumë i thjeshtë, nëse ne humbasim pasuardin e Albanias tonë personale, mjafton të shkojmë tek zyrat e akshit dhe punojësi më i thjeshtë atje bën një reset dhe na e rihap llogarin ton. Por nëse ajo është në duart e gabuara të një punojësi i cili do doj ta përdori për qëllime të tjera këtë gjë, pra ka një akses aq të madh në të dhënat tona, saqë realisht ndihemi të pambrojtur. Dhe i vetmi institucion, meqense kjo agjenci duhet të kishte besimin total, i vetmi institucion që nuk i ka të dhënat të lidhura me akshin është SPAK. Nuk i ka? Nuk i ka. Por a kanë të dhëna individuale punojësit e SPAK-ut që mund të jenë të aksesueshme, të shikueshme nga akshi, nga Albania, dhe a ekziston mundësia që punojësi X i akshit të dhënat individuale të një prokurori të SPAK-ut të mund t'i përdor për ta shantazhuar atë? Shiko, nëse do flisnim këto pyetje do t'i bëj... Se tani shkon zinxhir. Nëse këto pyetje që po bën ti tani do t'i bëje para se të zbulohej kjo aferë, do të thonim që bie një paranojak. Sepse ne jemi të prirur të dyshojmë për gjithçka, themi po sikur. Por aktualisht unë personalisht kam shkuar këtë pyetja. Ore, nëse të dhënat tona i ka edhe Irani, edhe grupi kriminal, kush është më rrezikshëm për ne? Unë mendoj që më rrezikshëm është grupi kriminal, se ky jeton këtu me mu. Ky i përdor këto për arsye politike, sikur janë përdorur masivisht nga ranë të dhënat e qytetarëve në duar aktivistësh politik. Janë të dhëna doganore, janë të dhëna personale tatimore, janë të dhëna biznesi, janë dhe targat e makinave urgjente. Po targat e marrjes në rrugë jam, po të dhëna përmes të cilave nesër dikush edhe mund të shantazhohet. Dhe parë në këtë këndvështrim, të gjitha pyetjet bëjnë sens tani. Unë mbaj mend njëherë para shumë vitesh, ishim në Shtetet e Bashkuara me një grup kolegësh. Dhe shkuam në një bashki e tipit Rogozhina, ndoshta edhe më e vogël, dhe ishte një grua aty që ishte përgjegjëse edhe për zgjedhjet edhe për gjendjen civile. Dhe kjo mblidhte
zarfat me vota që vinin nga njerëzit që kishin banesat shumë largë dhe nuk vinin të votonin aty, por votonin me post, sepse atje votohet me post edhe brenda vendit. Po. Sa të marrin rrugën, dhe kjo i mblidhte një javë përpara, e hapte këtë zarfin, edhe i shnonte, kjo vota për këtë, kjo për këtë, dhe e merrte këtë proces verbalin, ja çonte atij komisionit madh atje. Dhe pam ca vende që shnuar me laps plumbi kështu. Dhe pyetja e parë që bën me të gjithë, po mirë, nuk i fshin ti këto? Dhe si, pse? Pse duhet t'i fshi? Sepse në na shkonte mendja ke manipulimi tani. Kjo do fshinte atë me lapsin dhe do e vinte këtë votën do ja ishte votën mentori, do jepte Luanit. Edhe këto pyetjet tuaja, po sikur i kanë këtë, thash, para se të dilte kjo aferë do na dukesh si pyetja jonë që i bëm asaj. Po sikur ti ta fshish. Por tani pas asperës është e përligjur çdo lloj amencie. Tani është e përligjur sepse këto të dhëna ishin në duar njerëzish që për herë të parë kupola drejtuese e një institucioni dhe e njerëzve të tjerë që nuk dihet ende se çfarë lidhje kanë patur me institucionin, por që kanë qenë kaq komandues dhe ndikues, ka një akuzë zyrtare që grup i organizuar kriminal. Është klasifikuar si veprimtari e një grupi të strukturuar kriminal. Janë individualisht detyre maksimumi i korrupsion në bashkëpunim. Pasiv ose aktiv, si që i cilësojnë. Por kaq. Këtu kemi të bëjmë me, të paktën deri tani, unë lus që e gjitha kjo gjë të shfryhet, jo për llogari së pari të atyre, sepse s'kam asnjë gjë personale, një pjesë për atyre unë i njoh si njerëz, por të shfryhet thjesht nga frika se po thua shpresojmë të mos jetë kaq e vërtetë, të mos jetë kaq e vërtetë për të mos thonë që në cilin vend jetojmë. Sepse ndërkohë që lexon aq sa ka ndalë deri tani, është vërtet në kufitet pa besueshmës. Redi, pra ekziston